Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi takojmë të Allah subhanahu wa taala, dhe ti përgjëron që të lavdëroj dhe të bekoj dërgurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të përzgjedhur. Të ndonë vëllezër, në diskursin kuranor, njerëzit njohjet i kanë shumë të vobekta për arsye të lidhjes së dobët që e kanë me Kur'anin. Edhe rrëdhëmisht shpesh nuk e din hartën se ka shkon domethënë rrugtimi i temave dhe i diskursit kuranor. Për shembull, një prej diskurseve më të theksuara është ajo që ka të bëjë me epërsinë edhe me vlerën e njerëzit. Domethënë Kur'an është shumë sheshazi e thënë, e deklaruar, e ilustruar se sa si për tjerëve krijesa është domethënë njeriu dhe cila është vlera që e dallon njeriu kundrejt të tjerëve. Saktësisht, në shumicën e sentencave kuranore gjojmë që arsyeja pse Allahu azza wa jalla e ka ndëruar çka shumë njeriu nuk është mendja e tij, po është logjikimi i tij. Domethënë mendja nuk është domethënë vlera përfundimtare finale që bën dallimin mes njeriu dhe të tjerëve. Po është momenti edhe vlerat e logjikimit që të cilat njeriu i ka dhe si rrëdhimi të cilave përcaktohet në jetë. Saktësisht, shpesh në Kur'an Allahu azza wa jalla lypi neve me logjiku. Mirë, po ekziston një lloj logjikimi që bëhet mbi një bazë që nuk është domosdoshmërisht bazë logjike. Saktësisht, njeriu është në epërsi me mendje, me kujtesë edhe me logjikim. Janë tri vlera, nuk janë një. Ani pse domethënë ato e kanë ndërlidhjen edhe gërshetim mes vetë, mirë, po bëhet fjalë për diçka që quhet mendje, diçka që quhet kujtesë, edhe diçka që quhet domethënë logjikim. Për shembull, kujtesën nuk e ka veç njeriu. Për shembull, kujtesën me majt mend e kanë edhe kushtimisht thonë, nëse kena të drejtë me përdor fjalën me majt mend, kujtesën ose memorien e kanë edhe kafsht. Mirë, po e kanë nëpërmjet shqisave, e kanë nëpërmjet ndjenjave, e kanë nëpërmjet rrethonave. Për shembull, e ma mend udhën, domethënë kafsha e ma mend udhën, ku kanë dhe kthehet sërish. Na nuk ja konstatojmë kafshës mendjen, mirë, po nuk mundem ja mohue, domethënë memorien. Në këtë rast, ekziston në Kur'an një lloj thirrje, disa herë Allah na thirr me logjiku, mirë, po logjikimi nuk ka të bëjë sa je aft me mendje, po sa je aft me kujtu. Sa je aft me kujtu. Bile, mujë me thonë që pjesa ma e dobët që e bën njeriun të dobët është momenti kur ka dobësi në kujtesë. Domethënë diçka që e kanë të fortë kafshët. Domethënë kafshët e kanë të fortë, domethënë memorien për me majt mend, për shembull, një kafshë e stërvitur e ma mend Zotin e vet, apo atë stërvitësin e vet, e ma për gat kohë domethënë në kujtesë, e ma në memorie. Njeriu ndodh që ka shumë elemente të jetës, ka shumë kapituj të jetës, ka shumë epizoda të jetës që jeton me kujtesë shumë të shkurtë, shumë shpejt e fshin kujtesën. Shumë shpejt e fshin kujtesën. Tash, thirrja e Allahut që ti me logjiku, ndërkaq thirrja është që me logjiku mbi diçka që duhet me kujtu, i bie që ti s'mundesh me realizu logjikimin sepse tu të mungue baza, tu të mungu brumi. Për arsye se domethënë i kiçit në harres, edhe nuk i kujtu domethënë ato që i zgdash domethënë me i pas. Kështu që Allahu azh na thirr për me logjiku dhe na çorton për mos logjikim. Mirë, por realisht kjo është situata ku na kena ardhur për me na çortu Allahu sepse kena harru, edhe kena domethënë fshin kujtesën tonë që i zgdash me majt mend. Për arsye po duam të thjeshtu këtë çka i bën më shqip shem dosh me thonën. A disa shpesh një ty dhe mua na ka ndodhur diçka që dikush na e ka shpjeguar diçka që e kena logjiku. E kena logjiku. Mirë, po masi e kena logjiku, edhe e kena kuptu, ka thonë, po shumë e thjesht, po s'di që na pas ka dalë për mendje. Domethënë nuk u kanën mungesa e logjikimit, u kanën arsyeja që ti e ke nxjerr për kujtese. Edhe pastaj ose dikush e bën një ide shumë briljante në familje për diçka, edhe ky kur e bë do me paraqit që ka pru diçka shumë të madhe, edhe ata i thonë, po shumë e thjeshtë, vetë se pas mi menuna. Shumë e thjeshtë, vetë se ne na pas ka dalë për mendje. Nuk ka që pas që bati shumë. Jo, ky ka bë shumë, se ky se ka lënë me shku në harres. Ky nuk e ka fshipi memorjes. Edhe këtë që nuk e ka fshipi memorjes, pastaj domethënë e ka shfrytzuar për me logjiku, edhe me ardhen tani një rezultat logjik domethënë i arsyeshëm. Ajeti i radhës i surës Az-Zumar, ajeti 21. Sikur se na mshon shuplak pikërisht nga ky kënd. Domethënë sikur na vin kuptimet e këtij ajeti me na godit, çysh e keni çit mendje. Çysh e keni çit mendje. Domethënë, çysh mundi me logjiku nëse realisht e keni nxjerr për mendjes. Qysh mundi me logjiku, nëse realisht kjo është një diçka e parë, e dëgjuar, e përjetuar nga ju, me por realisht domethënë e keni nxjerr për kujtesës edhe nuk e keni domethënë menu saktësisht. Kjo ajet, çka kemi trajtuar sonte, është epizod për epizodi jeta jote edhe emja. Domthon s'ka epizod që u përmend që këtë ajet edhe nuk është jeta jote aty. Domthon fshinje. Domthon merre shumë personale këtë ajet.
Mos mendon që do të fol për një popull që ka u shkatruar të kaluamën. Nuk do të fol për diçka që do të mund të vinte mas një kohë, jo, o të fol pikërisht për jetën tënde. Domethënë, një ka një për secilin prej neve, që kjo ajet domethënë të na kallëzoj epizodat e jetës sonë. Thot Allahu te bareke ve teala. Ndërkohë, kisha pas dëshirë më koncentru pak më shumë me menu ku është shembulli që Allahu subhanahu wa taala do më na ngre nëpërmjet domethënë këtij ajeti. Thot Allahu Teala: "Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'a." A nuk e ke pati se si Allahu prej qiellit e ka zbrit ujin? Çka është uji? Uji është burimi i jetës. Uji është burimi i gjallënisë. Pastaj thot: "Fasalakahu yanabi'a fil ard." Pastaj ky ujë mblidhet nëpër kodra, mblidhet nëpër fusha dhe toka e pe ujin dhe pastaj bëhet lumej, procka edhe kështu me radhë. Domthonë qielli shtigjet me ecë ky ujë. Domthonë nuk e merr ti ujin e qiellit këtë për më një herë, pa Allahu ta deponon nëpër tokë, pastaj ti kur duhet ai ujë ti shkon çel pus ose shkon apo lumej tek kështu me radhë. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala: "Thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu." Pastaj pirçi ti ujin në tokë, Allahu ban që shumë bim, lloj bim me dal pi tokë. Me dal rezultatet e jetës. Me dal gjithçka që është mbarështimi edhe mbarvajtja dhe mirëqenia e jetës. Pastaj thot thume e hijj. Thot Allah. Pastaj mos i të bën bimët shumë të mëdha, i vën periudha pastaj që nisin mu tha. Nisin mu vyshk. Fatarahu musfarra. Pastaj i sheti se si këtu kadal nisin me hub shkëlqimin, shkojnë ka zverdhja, bimët që e bleronin edhe shkëlqenin nëpër tokë, kadal po shkojnë drejt tharjes. Thume yaj'aluhu hutama. Pastaj Allah mas pranon ti çtu bim, çtu të vyshtët, i ban hutama, i ban kasht, i ban bar i thot, bëhet diçka që shpërbëhet. Domethënë s'mundet me qëndrua ajo. Edhe pastaj thot Allah azza wa jall: "Inna fi dhalika la dhikra li ulil albab." Çtu ka mësim, çtu ka këshill për ata që janë të mëshëm. Çtu ka këshill për ata që janë të mëshëm. Kush janë ata të mëshëm? Ose cili është shembulli që Allahu po i thot, ai nëse jeni të mëshëm ju, mendoni se më dashmi thon. Allahu subhanahu wa taala në çka në vëllezër, otën ai kallëzu procesin e bimëve. Një proces natyrshëm. Shka është jeta e bimëve, beshi, toka e pe ujin, pastaj bimët e pinat ujë, rritën bimët, dalin frutet, frytet, e kështu me radhë, pastaj kadal, shkojnë të vyshk, pastaj azgjësohen, përfundon procesi, pastaj ripërsëritet i njëjti proces. Realisht Allahu këtu do të na kallëzoj çka është jeta jote dhe jemja. Allahu te bareke ve teala nëpërmjet shembullit po na sjell procesin me ilustrimin më të bukur të mundshëm. S'ka ilustrim më të bukur se një ilustrim që jep Allahu në Kur'an. Allahu po thot: "Menoj një shembull e parë ujin." Domthon ty një jetë vin do burime që janë burime të gjallënisë. Ti je i fortë, ti je i gjallë, ti je domthon vital. Kadal janë nisin u të çel udhët, janë ata lumejt. Pastaj janë nisin me shkëlqy, me pas sukses, me pas arritje. Kadal nis procesi i rromjes. Kadal nis procesi i vyshkjes tënde. Edhe një pleqnijës vetëmi, edhe pastaj shpërbërjes, edhe me të vesh një fund shpine jashtë i tanë në varrin e shpërbër. Në varrin që ti thjesht tash më përzihesh me, domethënë me dhejon. Që kjo është domethënë shkurtimisht jeta jote dhe jemja. Që kjo është jeta jonë vëllezër. Dhe Allah te bareke ve teala do me na eduku nëpërmjet këtij shembulli që prej të pjesa më e bukur, që është burimi i jetës, deri në pjesa e shkëlqimit, daljes së rezultateve, deri në hutama, deri në çdo pjesa që ne shpërbëmi, pranoje që kjo është realitet. Pranoje kjo është realitet. Po i marr dy shembull me shumë më kuptuar. Për shembull, puna, karriera edhe idarja. Nëpërmjet këtij ajeti. Domthonjë, shka pjesa e parë uji, është ajo pjesa e aftësisë tënde. Është pjesa kur ti e kryen në shkollë. O pjesa kur ti kryen një zanat, është pjesa kur ti aftësohesh për me kryen një punë. Nis me tar burimi i jetës. Pastaj qelën udhët, lumejt, ja nis me pas punë, me të njoft njerëz, me bëhe sukses, e ku diu çka. Pastaj vin bimët, nisin me dar rezultatet e tua të jetës edhe njerëz më kon krenar që janë me ty, e ku diu çka. Edhe kadal nis mu thallë mu vyshk. Donë që karriera jote, që idarja jote, që pasunia jote, që ato sukseset e tua, kadal nisin me hupshien. Sikur sa ato bimët që hupin ngjyrën. Sikur sa ato bimët që hupin, domethënë erën. Këta ai proces, sa ai nuk bëhet kasht për një natë. Ai nuk bëhet domethënë bari thot për një natë. Ai është proces kadal. Ç'ky proces i jetës ton, edhe kjo është proces i pashmangshëm i secilit prej neve, tu koni suksesshëm. Tu koni arrir, tu kon që ti realizu qëllimet e jetës, tu kon që alas ka rënë breshër i madh me ta prish krejt. Domethënë, veç llogaritë sigur gjithçka në jetën tonë ka më shku që shkon shumicës njerëzimit. Është i ri, kadal, ban punë, ban familje, i kryen proceset e jetës,
Ka familje, ka fëmijë, pastaj e qeni punë, pastaj ec puna, pastaj e bën një shtëpi. Kadal që ja nis pastaj më bë gati për dimrin e jetës. Ki më bë gati për dimrin e jetës, edhe me një pleqnit vetmis, mos prom ti bëhesh gati për me përfunduar në varr. Ose një shembull tjetër, shoqënia dhe rrethi. Për shembull, uji në shoqëni dhe në rreth, është ai momenti ku Allahu azza wa jall begaton me të shok. Allahu azza wa jall ti çon do njerëz në rrethin tan. Jenë gjendje gjithçka me bë para ta. Pastaj janë lumej që çelët shumë shka në jetë lidhet me ta. Me dikë bësh mik, me dikë e kije për ditshmërinë, me dikë ndoshta edhe ngacmojnë ndoshta të shtëpia se tu kanë bërë sikur më konon tort familje, se ku diun çka. Kadal janë nisin ata me kop do gojlet veta, ty do gojlet tjera. Pastaj vjen një periudhë bëhet ëndra më e madhe jetës tonë thjesht vetëm kon shëndosh. Edhe kadal me prit një pleçni të rahatshme, edhe me prit momentin e shpërbërjes, hotama. Edhe mos prom ti, më bëhet ti domethënë, po sikur se çato gjethe që ishin në përditshmëri. Pse po du me e lidh kët me kujtesën nëse ishit vëmendshëm në hyrje. A thash njerëzit logjikojnë, po shpesh ku të logjikojnë, edhe vinë të rezultati thonë, po pas ka pasur një proces shumë të madh, veç kanë dash mos më na pas dal për mëne. Domthonjë çka procesin e ndrrimit të stinave, çka procesin e ndrrimit të jetës, çka procesin para 10 vjetëve kur e kon shumë i fuqishëm, edhe kur e kon shumë i kfjellt, edhe kur i mojt shumë mend, këtë ekipati që nuk u kon që nuk do të marr dikush me të kallzu për jetën tonë kët. Ti vetë ekipo. Ti vetë ekipo që domethënë çdo 5 vite, çdo 10 vite që kanë kaluar të jetës kanë ndryshuar shumë shka në ty. Po pse si kemi menuar këtë si proces për me kuptuar se dush më bogati për vdekjen. Dush më bogati për çat momentin e ndrrimit të, domethënë të këtij realiteti të jetës. Por rrecëll një ajetin që pikërisht me artë që pjesa e fundit. Ktu kom sim për njerëz të mëshëm. Mas që sa hyrja a mumi na më kon çata të mëshpit me pa të çka jetë. Çfarë thot Allah subhana? Alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'a. A nuk i pa se si Allahu e ka zbrit prej qiellit ujin. Domthonjë gjithçka që e ki ti Allahu ta ka mundsu. Gjithçka që e ki pas ëndër Allahu ta ka mundsu. Gjithçka që ti synon e prit prej Allahut, prej qiellit, prej lart e prit Allahu me ta çu burimin e suksesit. Thot fesalakahu yanabi'a fil ard. Edhe pastaj Allahu e çon edhe bën lumejt edhe proskat e këtij suksesi tan. Thumë yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu. Pastaj Allahu ti jep lloj rezultati, lloj arritje, lloj synime që ki pas në jetë po bëhet realitet, elhamdulillah. Jen moshën më të mirë. Mirë po mes edhe pse jen moshën më të mirë, do të më menoj që thumë yahij. Pastaj vjen momenti që nis më tha. Nis pastaj më vysh. Fatarahu musfarra, edhe nis pastaj prishet edhe imazhi, thotë i shet të zverdhume. Rezultatet e tua, pjesa që ndoshta kur e kon i ri, e ki pas ëndër me arrit në diçka. Tash që ajo diçkaja që ti ki punu 10 vjet, çdo javë përsëri të s'ka shije mu. Çdo 2 javë bëhet realitet, po ku një far kuptimi mos ka. Që kjo është domethënë yahij, kur ja nis e hub moshkëlqimin, e hub domethënien. Pastaj thot Allah azza wa jall thumma yaj'aluhu hutama. Pastaj Allah e bën hutama. Hutama në gjuhën arabe diçka që shpërbëhet. Diçka që vjen në frymë edhe e çon. S'munët ajo nuk peshohet. Ajo nuk matet. Është hutam, është diçka e asgjësuar, e shpërbër. Inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Çdo ka këshill, çdo ka mësim për ata që janë të mëshëm. Çdo ka këshill për ata që janë të mëshëm. Thot Sheikh Khalid al-Sabti Allahu e rujt, thot që kjo është ilustrimi të në vëllezër, më shkurtimisht me të kallëzu dikush çka është jeta. Çka është jeta? Uji, lumejt, bimët, zverdhja, vyshkja, edhe domthonjë shpërbërje. Ç'kjo është jeta jote. Nuk ka thot diçka më shkurt. Madje thot Sheikhu Allah e rujt, thot në këtë procesit e jetës që kjo proces është. Kanë dush mere forcën tënde, mere inteligjencën tënde, mere sukseset e tua, mere edhe ndikimin tanë shoqëror, mere edhe rrethin, mere shkët dush me na, thot që kjo proces e jetës. Këtë kapitujt e jetës kemi ka përcypit e ujdente, deri domethënë te shpërbërja, kështu që kisha pas dëshirë me shku nëpërmjet një zbërthimi që më kuptoj pak më mirë me hin thelbin e shembullit. Në jetën tonë vëllezër, cila është pjesa më vitale, pjesa më e përkryer, pjesa më e përsosur, pjesa më e këndshme, pjesa më e shkëlqyeshme e jetës? Është rinia, padyshim që po. Ose në jetë në përgjithësi, ose në mbrana vitit, cila pjesa më e bukur, më e përkryer, më domethënse, më me shumë kënaqësi e vitit? Është pranvera. Tash, a ka mujt Allahu te barekutaala më na i bë jetën pranverë edhe domthonjë rini? Ai qëllimi që Allahu subhanahu na ka kriju për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Ai është realizuar ti shkon krejt pranverë, edhe ti shkon krejt rini, është realizuar. Pse Allahu te barekutaala s'na kalon jetën këtë pranverë? Pse Allahu çon dimër? Pse Allahu çon stina të ndryshme? Pse Allahu çon frym? Pse Allahu çon breshën? Pse Allahu çon shi? Pse Allahu çon vjesht? Pse çon pleçni? Pse çon smuja? Pse Allahu ta çon momentet e dobësisë?
Allahu te bareke ve teala ndër vëllezër, edhe pse keni momente këtu nuk jam të dhënë përgjigje absolute, po jam të dhënë përgjigje të interpretimit. Domethënë, sikur ti shkon jeta jon kit pranver, pa hin ato interpretime të ekuilibrit të jetës. Nuk jam të fol këtu nga këndi shkencor se me dimër ekuilibrohet kozmosi, ku diun ato fenomenet natyrore, ku diun shka. Jam të fol në aspektin kuptimor. Ti shkon jeta jon kit pranver, edhe krejt rini e kish misynu xhenetin këtu. E kish misynu xhenetin këtu. Edhe dyta, moment që e kish menu, që ka vdekje, edhe ka fund jeta, s'kish mi mujt mu knaq as me rini, as me pranver. Kur kishar pranvera, ne ish mi bo kahre se ka dek mas pranverës. Kur kishar rinia, ish mi bo kahre se ka dek mas rinis. Për këtë arsye, Allahu te bareke ve teala na ka dhënë neve edhe rini, edhe pranver, po edhe moshë mesme, edhe vjesht, edhe pleçni, edhe dimër, që Allahu subhanahu wa taala më na bë gati për dek. Mos me tor ty deka befas. Domethënë, tash ti jem proces për me menu fenomenin jetë që përfundon me vdekje. Domethënë, jeta e lind vdekje. Në moment që kjo ardh në jetë, duhesh me pranu që kjo ka ardhur bashkë me vdekje. Vetë është momenti ku më ardh, domethënë momenti i vdekjes. Kështu që Allahu subhanahu wa taala na i ka dashur të mirën. Allahu sill bot me neve që na e kalon jetën proces. Edhe na e kalon gradualitet. Na e kalon që gadar mu bë gati që kena me vdek. Mirë, po fatkeqësia më e madhe është që njerëzit nuk janë të mençur. Shumica e njerëzve nuk janë të mençur, sa e shet që po vën dimri apo pastaj po vën pranvera. Po kurse ka menu dimrin si pleçnia e vet. A e shef vjeshtën se si domethënë shumë shka hub kuptimin. Po kurse ka menu që vën një mosh, ndoshta mosha e mesme jote më e mira, shumë qefe të sodit domethënë s'kan më më interesant. Sepse ajo është mënyrë graduale e rrëmjes për u bë gati për takimin me Allahun te bareke ve teala. Kështu që këto janë mesazhe pa zonë që ky është domethënë skenari i jetës tënde drejt shuarjes. Moment që e pranon, që një ditë kimu shu, kimu fik, edhe kimu shpërbë, qasja jote mbi jetën është domethënë qasje tjetër me lenë Allahut subhanahu wa taala. Kështu që na në fillim thamë që kjo është mangësia e njerit kur e ka kujtesën e Davut. E ka pa këtë proces të jetës vet. E ka pa kur u ka më i fortë, kur u ka më i mençur, kur u ka pas memori më të fuqishme, kur ka pasën shumë çka dhe shumë çka e ka humb ndërkohë, edhe shumë çka është duke humb, edhe shumë çka i ka shenja që të pa që është në shuarje dhe në humbje. Prap nuk e menon domethënë këtë si proces, domethënë drejt vdekjes. Kështu që kisha pas dëshirë më kon më drejt për drejt, pikërisht për me e bëni ndryshim me sontë në secili prej neve. Tu nis pitone. A ka mundsi na më konën më të drejt për drejt me hyrë në thellësinë e filozofisë së jetës, edhe me pas konceptin mbi jetën, koncept kuranor. Domethënë Allahu kur thotë që jeta jote fund është hutame, merre seriozisht, se ç'është është. Mos mbromti, jeta jote është përbërje, ki mu harru, as kanë me ta ditën stërnipat emrin që ki pasën. Madje as kanë me në shtëpinë tënde që ti kit jetën e ke çuç aty që tërkush ka me banu. Edhe jo vetëm kaq, ndoshta dikush për një qef kësaj dynjoje për një natë ka me hub këtë pasuninë që ti për një vit për këtë jetën e ke fitu. Apo madje për çat pasuninë që ti e ke rrezikuar edhe xhenetin tan. Edhe ndoshta ki mu djeg në xhenem, që ata kanë me ta shfryzuar stërnipat për një natë kanë me çu për çefet e tyre. Sepse këtë filozofia është me kuptuar që mos mbromti ki më kon hutame. Për arsye, le ta marrim surën Kahf, çuçi ka marr Allahu, çka shembullin e njëjtë sikur se shembullin surës Zumar. Thot Allahu Teala: "Wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama." Merjo shembull o profet të njerëzve, shembullin e dynjos sikurse shembullin që ne zbrismi prej sikurse shembullin e ujit që ne zbrismi prej qiellit. Fakhtalata bihi nabatu al-ard. Edhe ai uji përzihet me bimë të tokës edhe, domethënë mori njet. Fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah. Bashkur bëhet thot që bëhen bimët për kretat, thot nuk shkon shumë kohë, thot bëhen hashim që e merr fryma. Çka është hashim arabisht? Hashim arabisht është ajo pjesa e fundit e tharjes së bimëve. Për shembull kur të korrsh, ajo që ka kop era, pasi domethënë bëhen drithrat, çajo është hashim arabisht. Ajo pjesa më e parancishme e kashtës. Pjesa më e parancishme e kashtës që quhet hashim. Allahu tu të kallëzu se jeta është ujë, jeta është bimë, jeta është rezultat, më njëherë thot është hashim. Se kjo nuk zgat shumë. Shumë shpejt vjen edhe bëhet që momenti që bëhet jeta kashtë, që e çon fryma. Mon çaç është e pavlerë, çaç është e papesh, fryma më e lehtë
e çon domethënën, pastaj domethënën kashtën, thot Allahu te barekuhu teala, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, dini se Allah është i plot fuqishëm me botë gjithçka. Çka ka në këtë shembull? Që dallon pi shembullit të parë. Allahu te barekuhu teala në këtë shembull po na ka thënë që ndërmjet gjallënimit tan, edhe ndërmjet ngritjes tonde, edhe ndërmjet kur bosh kasht janë 3 stina, ma pak se 1 vjet. Domethënë, nëse ti tash i sheh bimët duke qenë fidane, edhe e shet që rritja e tyre është shumë e mirë, procesi i rritjes është shumë i mirë, gjasat janë në pranverë, në verë, këto veç, me pas bereqet madh, vjeshta dimri ma nuk i ze ata. Mon sikur na thot Allahu te barekuhu teala që jeta e juaj parafërsisht është sa 2-3 stina. Domethënë, një stinë është ajo stina ku je i dalldes mas tjetës. Një stinë është ajo stina kur ja nisin do ambicjet tjetës, sfidohesh me jetën e gale, më kanë me do punë pa i krye, du të mi bë, edhe një stinë pastaj që du të më bë gati mu dopi kësaj jete. Pavarësisht jeta jonë këtu është sigur se 2-3 stina. Për arsye njerëzit ditën e gjykimit prej trishtimit të madh s'kan me ditë sa kanë jetuar në këtë dynjë. Prej trishtimit të madh s'kan me ditë sa kanë jetuar në këtë dynjë. Ndërkaq Allahu shembullin e stinave po na i përmend si shembull që na në përditshmëri do të me pas. Çe be kjo? Kjo i bëhet që nuk do të mendoj se trishtimi i ahiretit për më të duket jeta si 2-3 stina. Po veç bën logjikshëm edhe menoje. Në menoje kur i kanë i ri, edhe që ajo 10-15 vjet që i kanë të mos e ditë çka është jeta, ajo ka shkuar sikur 10 minuta. Ka shkuar sikur se 2 orë. Që tash me dash me ta dhënë fjalën me përshkruajtën shumë shpejt po shkruhet. Tash jemi në mosh pak më të pjekur, edhe kjo ka më shkuar 10-15 vjet shumë shpejt. Pastaj nisa stina tjetër që i ki do smuja, i ki do pleçni, do lodhje, ku diun çka. Edhe ka dal bash domethënë për stinën e fundit edhe përfundimin e ndamjes për kësaj dynjaje. Që kjo është përditshmëri, këtë nuk duhet më kon shumë, nuk duhet më kon njëri që shumë filozofon për marrëdhënie të kuptim. Veç pak duhet më kon i mëshëm. Veç pak duhet më kon i mëshëm për me po jetën që stina që ka përcejn, domethënë shumë shpejt e pastaj e sheh realitetin, thotë dikush pediatore bashkëkor, thotë i ngjan parafërsisht realiteti i kësaj që ka dashur Allahu me këto stinat në kallzu, sikur se këta që i ngjizojnë një pemë ose një natyrë ose një diçka e ngjizojnë për një periudhë caktuar me gjatë kohë, për shembull për tan vitin, edhe pastaj e shtin proces të përshpejtimit, edhe shef, prej të gjelbrimi deri në vyshja, edhe deri në mbulime me borë shkon për pak sekonda. Çështosh për pak sekonda jeta jote. Ama dikur kimë pa çeket. Çket kimë pa në momentet e fundit të jetës. Domethënë, mundet jo detyrimisht shtrati i vdekjes. Kur vijnë ditët e fundit të jetës, edhe koncentrohesh, edhe dokë sigurisht e pa atë filmin e jetës tonë sikur se u kon 2 minuta. Domethënë kujtohet kur e ke arrit në diçka, kujtohet një rrëmje, kujtohet një tradhti, kujtohet një moment i mirë i ngritjes, kujtohet një lumturi, kujtohet një lajm i mirë që ta kanë pru fëmijët, kujtohet ai momenti ku diun çka ka ndodhur, edhe mos pamti e ki një dosje gjatë viteve të fundit, kryesisht domethënë me barna, me shëndet të rënduar, me lodhje, edhe tu bogati domethënë me dalë domethënë për kësaj dynjaje. Apo mundi me vërejt në vëllezër që këto dy shembuj, edhe në surën Zumer, edhe në surën El-Kaf, Allahu jetën pe krahason me ujin. Allahu jetën pe krahason me ujin. Imam Kurtubiu thotë që njerëz të meçur kur e kanë lexuar kët shembullim në Kur'an, kanë ardhur në përfundim. Kan thonë kështu: Inna ma shabbaha ta'ala ad-dunya bil ma. Allahu e ka krahasuar dynjon me ujin për disa arsye. E para thotë: Li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi', kadhalika ad-dunya la tabqa 'ala wahid. Thotë Allah e ka krahasuar dynjën me ujin se uji nuk rrin në një vend, edhe dynjoja si me kërkujt. Qysh uji nuk rrin në një vend, nuk është stabil në një vend, çashtu dynjoja nuk është e jotja. Nuk i met kërkujt. Kërkush nuk e ka stabil dynjon. E dyta thotë: "Wali'anna al-ma'a la yastaqimu 'ala halatin wahida, kadhalika ad-dunya." Thotë uji nuk e ka një proces të përhershëm. Herë për lyhet, herë ka përcena për dikun ku ndotet, herë domon është uji i çeltër, herë ka përcena për vise me gur, herë na për vise shkëmbore. Çështu do të dynja jote nuk mund të më konë stabil gjithherë me një të njëjtin stil. Nuk mund të gjithherë jeta jote, nuk mund të gjithherë dynja jote më konë, domethënë në të njëjtën formë, në të njëjtin ritëm, në të njëjtën domethënë ngritje. Thotë wali'anna al-ma'a la yabqa wa yadhhabu kadhalika ad-dunya tafna. Thotë se edhe uji, thotë është i tretshëm. Uji është i avullueshëm. Uji është i shpërbër. Çështu thotë është edhe dynjaja që ka më shpërbër. Pastaj thotë wali'anna al-ma'a la yaqdiru ahadun an yadkhulahu wa la yabtalla kadhalika ad-dunya la yaslam ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Thotë Allahu azza wa jalla ka marrë shembull dynjon me ujin, sepse është e pamundur njeriu me hin ujë dhe mos me u lag.
Ç'është është e pamundur me hin dynjë dhe mos më po fitne. E pamundur është mos me hin dynjë dhe mos mos provu. Thot wal anna al ma idha kana bi qadrin kana nafi'an munbita. Këtë harroni ç'të mos harroni. Thot arsyeja pse Allahu e ka marrë dynjën shembull me ujin, se uji të bën mirë kuros sa duhet. Çat sa tu dash, çajo të bën mirë. Thot wa idha jawaza al miqdar kana darran muhlika. Si ta teprosh me ujë të bën dëm. Si ta teprosh me ujë, çkatërrohet organizmi, çkatërrohet jeta, çkatërrohet vendbanimi, çkatërrohet gjithçka jotja nëse teprohet uji. Thot wa kadhalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadur. Ç'është thot është dynjaja. Si ti kish rënë në dynjë, me dalën shnosh rahat, mos më konën iftijash për kërkan, thot kimi apo hajrin. A si ti je shumë i dhënë mas tepricës dynjajës ka me çkatërru. Keni vëmendje, shumica e neve, stresin, gajlet, dëshirat, ambicjet, a e kena për murahatu, a e kena për qatë tepricën? Ose shumica e pyetjeve, shumica e përzirjeve, shumica e haramit, shumica e dyshimtës, shumica e gjithçka që të na prish jetën tonë. A ka të bëjë me pas një shtëpi, me pas një familje të shënosh, me pas një jetë normale, një mirëqenie, apo ka të bëjë për këtë tepricën? E gjitha ka të bëjë me tepricën. Shumica ka të bëjë me tepricën. Po ka raste përjashtuese që dikush e ka krizën te pjesa e mirëqenies bazike, më optimale. Me po shumica e kësaj dhënie pikërisht është domethënë shkaku i kapjes së madhe për tepricën. Po thot Allah azza wa jalla çka ajet. Fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah. Shumë shpejt dynjaja jote, jeta jote ka më bën sikurse kashta që e merr domethënë era. Keni vëmendjen që të ndallëzën. A kisha arsyetu dikë i cili bën depresion, edhe ti e merr vesh se ka rënë depresion sepse ju ka lagën kashta. Ose a e kisha arsyetu dikë që e shet që është në armiqësi me familjen e vet, me shokët e vet, me rrethin e vet, me krejt, urrëtie, hased, ku diun çka, sepse janë kapën i deng kasht, e ku na është. Domethënë Allahu te baraka ve taala kur e quajn Hashim, do me na eduku se çështu kimë pati, nëse ti do me pasën formim kuranor mbi fenomenet, mbi bot kuptimet, s'munësh më konën ti, për shembull, tash kjo kultura e shumë muslimanëve mu eduku me bot kuptimet e selefit. Cilat bot kuptimet e selefit? Ajo mërmend që selefi ka lezu Hashim, edhe ka pasën zemën të lidhur për kasht. Që kjo bot kuptimi i selefit. Çish e ki raportin për dynjon, çish e zhvleftëson dynjon, çish e nënçmon dynjon. Allah azza wa jall venin më të rëndësishëm kozmos e ka lënë dynjon, se çtu fitohet xheneti. Amo çesaj i thot Hashim, se Allah do ata të cilët doin me mri shumë çështu më eduku. Edhe nëse e kanë dynjon dorë, ata e ndjejnë po sikur se ai bujku i cili ka thjesht domethënë do kasht, sa mundet m'ia gëzu zemrën kashta. Sa mundet m'ia pushtu zemrën kashta. Sa mundet jetën me pas këtë muhabet me pas rreth kashtës. A ka gjaz domethënë me nejti me një bujk edhe këtë muhabeti mos i rreth kashtës? Nuk ka logjik kjo. Najna ata bujqit e këqi që muhabetin e kashtës i na të bë, ndërkaq që ashtu ardh domethënë në momenti i korrjes, nuk kena domethënë kur gjë shka me korr. Po thot Allah azza wa jall fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah. Bëhet shpejt dynjaja kashtë që e kap domethënë e kap fryma. Çka mund të më konën reflektimi më përvolues te ky ajet. Dynjaja bëhet shumë shpejt dynjaja jote ka më bëhet domethënë kashta që e merr era. Reflektimi më përvolues është kur e kupton në ahiret që ahiretin e ki hub shkaku i kashtës. Shkaku i tubimit të kashtë. Pse ti se fa namazin kohë, se jam i zënt me punë. Pse ti domethënë ti ikin vaktet, se jam i zënt me angazhimet, me synimet. Pse jetë e ka përcy këtë verë qështu, se jetë vera o qef. A i shmikon ma të gëzën shumë e thonë, jina të zënt me kasht. Jina të zënt me tubimin e kashtës. A i shmikon njerëzit e logikshme të arsyshme nëse i shmikon qështu? Allahu kështu për na thotë. Allahu për e qunë kasht, na insistomi kësisoj dhe më thonën, me e pa, keni vëmendjen, ajeti para prak, që e kina shpiku javën e kalume. Për shka u konë? Shka u konë ligjata javës kalume? A konë për gjenetin? Pse Allahu për na ban gati me njerë mas gjenetit, që shif në dynjon si kasht. Sikurse na vjen një rregull e që kisha pas dëshirë që këtë rregull ketë me majtë men. Rregulli thotë kështu: çdo vetdije për xhenetin do të shoqënohet me vetdije zhvleftësuese për dynjon dhe anasjelltas. S'munësh ti më entuziazmu shumë për xhenet e këne e lidh shumë me dynjon. S'munët mi pas ti këtë projekte dhe ambicjet me xhenet, a kena këtë matematikat, a këtë muhabeti edhe këtë prioritetet janë dynjos. Kështu që Allahu njerë na foli për xhenetin. A u gëzum për na foli për xhenetin javën e kaluam?
A u gëzum që ligjrata e kalon kjo për xhenetin? Tamam. Rrjedha kuranore është që mos i të folet për xhenetin do të me nënçmu dynjon. Rrjedha kuranore që mos i ngrehet pazari i xhenetit do të murzu pazari i dynjos. Kjo është rregull. Për arsye ndërlëzër, shpesh neve nuk na funksionon përpjekja për më bë devotshëm. Edhe përpjekja për më bë doni fetari shumë të madhe, pikërisht shkaku që dynjona është shumë të madhe. Fa asbaha hashiman tadruhu rriyah, bëhet kasht, Allah do dosh me eduku që çket çka peshe se dynjoja gjithçka nis me kuptu se është kurxhajç. Nis kada banu gati, sa ta kimë po. Ata është e pashmangshme, këtë kena me po. Këtë kena me po, madje edhe shumë gjëra që na menomi, që na ti bë për pasardhësit e tonë. Edhe shumë gjëra që menomi që kam na kujtu dikush për mirë për mas 50 vjet, mas 100 vjetëve, a disa janë gjasat, nër 1% janë. Gjasat reale janë nër 1%. Domethënë, ka gjas më pak se 1%, me të kujtu dikush më 70 vjetëve, kurse ti sot se kujton veten. Që është 100% e mundshme kjo. Që kjo është 100% e mundshme ti sot me kujtu veten për m'ia bë vënin tan, me bë vënin tan xhenetin Allahut subhanahu wa taala, kështu që është një befasi edhe më e keq se kjo. Më keq se sa mos më na kujtu kurkush. Është një befasi që mund të më ndodh para se më ndodh momenti i shpërbërjes. Para se më ndodh momenti i hutama. Thot Allah azza wa jalla në surën Yunus, i njëjti shembull për dynjon. Kisha pas dëshirë këtë edhe pse nuk është realisht ky ajeti i bazë i ligjëratës. Ajeti i bazë është ajeti i surës Az-Zumar, mirë po ky ajet e shpjegon edhe më në plotësi çka filozofi që më dosh me përcjell. Thot Allah subhanahu: "Inma mathalu al-hayati ad-dunya kama'in anzalnahu min as-sama'." Thot shembulli i kësaj dynjaje është sigurisht shembulli i ujit që ne zbesmi mbi qiellit. E treta herë që Allah me ujë po na ka dhënë. Thot fakhtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nas wal-an'am. E pastaj thot mushën tokat me bim, me gjelbrim, që ushqehen njerëzit edhe kafsht. Procesi i jetës. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasida. Thot dhe kur bëhet toka ke gjelbrim, kur të mushët toka ke bereqet, edhe bashkë kur t'i vën momenti me ardh njerëzit me apo hajrin tokës, thot vend caktimi jon, al shumë i breshën, al shumë i shi, andon e fatkeqësi, thot ana e kthehemi këtë në rrafsh. Çfarë thot fund ajeti? Ka an lam taghna bil ams, sikur dje su kon kurr. Imagjino tan vitin ti ki punu. Tan vitin ti me bereqet, e me far, e me vaditje, me përpunim tokës, ku din çka, edhe një javë para se me marr momenti i të korrës, ti shkon te ara dhe s'ka kur gjajç. Këtu në çket ajet, shembulli më i trishtueshëm sa ajetin surës Zumar, surës Al-Kahf. Sikur na thot Allah azza wa jall, shumë për juve s'keni me mbri pleqnin. Shumë për juve, bashkë kur vjen momenti më i këndshëm i jetës, ju keni me dështu. Shumë për juve, bashkë kur vjen momenti më shumë të mi shiu suksesit e jetës, s'keni më të mi shiu. Që kjo është realitet që ne kena po? A është kjo realitet që ne kena po, do më thonë shumë shpesh edhe shumë njerëz, për shembull. Sa në jetë mund është me investu me 10 vite edhe me dekada potenciali i shkatërimit të gjysmë minuti. Për shembull, a mund është i mukon më i afti një profesioni, edhe i përgatit 20 vjet mukonën i pari asaj pune, edhe me ndodh një problem shëndeti mendor, për gjysmë minuti kthehet gjithçka, sikur kur s'ka ekzistuar kur gjëj. A mund është me pasi një arritje, një mbështetje të madhe për dikujt, edhe më natës ndrohen fuqit, edhe ti kthehesh në zarra. A mundet shumë çka në jetën tonë më kanë shumë super të shku, gjysmë minuti ndodh një tradhti, edhe ti kthehesh në zarra. Allah te barekuhu teala në dy ajetet e para na bën gati që menon e jetën që mos prom të keni më shpërbë, a menon edhe jetën që ka do befasia që mos prom ti domon kthehesh në zarra për një gjysmë minuti. Do të thotë që kjo trajtesë, a është për më na bën neve paranojak? A është kjo trajtesë për më na bën neve njerëz domethënë skeptik? Që me po jetën këtë me trishtim, nuk është për me na bo as paranojak, as me na bo skeptik, se Allah azza wa jalla do të mirën. Allah te barekuhu teala po na edukon me këtyre jetëve që mos me e marr dynjon shumë afër zemrës. Një njeri i cili ka mjell shumë shka, edhe i ka do rezerva për me mbajtën familjen e vet, edhe i ndodh një breshër. Ky nuk bën depresion. Thot alhamdulillah, e vazhdojmë inshallah tutje. Çetrin hov. Çetrin herë kena më përpjek prapë inshallah. Ose tjetri i cili ka punu 10 vjet për një diçka ose s'është bërë realitet.
A kthehet në zerr edhe me po jetën këtë dështim? Jo, thotë elhamdulillah, kom familjen, kom imanin, kom jetën, kom shëndetin. Dimi pa të mira që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kështu që na do të më mush zemrën me ahiret. Por me mush zemrën me ahiret do të më zbras për dynjos. E për me shumë me zbras për dynjos do të më pa realitetin e dynjos, çështu shpje për shumë. Allahu subhanahu wa taala. Ajeti i surës Al-Hadid kështu e merr shembullin për dynjon. Thot Allahu taala. Është shembulli 4. Thot i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Thot dini se jeta e kësaj dynjaje është lojë, është dëfrim, është zbukurim, është mumbur me njëri tjetrin, edhe kush pushton më shumë familjen edhe pasuninë. Çto pesë. Çto pesë, Allahu t'i ka dhënë kontekst negativ, jo kontekst pozitiv. Domthon, çka që e ke qit dynjon çështu, kjo është domthon gabim. Pastaj thot: "Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Ama kjo çdo 8 pesat, thotë çush janë? Thotë sikur kur bësh shi, edhe bujqit gëzohen që po xhelbron toka, e po del bereqeti, shumë shpejt të thahet edhe kthehet hutama. Po e vërtetë është, kishtu pasuni, mos prom ti hutama. Ki bësh shumë familje të mira, të mëdha, kit mohabet jot, po hutama. Jeta jote është për mumbur para keve, është hutama mos prom. Shumë kush ndoshta e ka ëndër jetën tonë, është zinë që jeti josh të tjerët, edhe dëfrimin, edhe lojën krejt mos prom ti është hutama, mirë po keni vëmendje çfarë vazhdon pastaj ajeti. O fil akhirati adhabun shadid. A në akhirat ka shumë dënim tashpër. Për çka të lojën, për çka të dëfrimin, për çka të zbukurimin, për çka të mburrjen, edhe për çka të shtimin, shumë keni marrë llogari që ka dënim të madh. Shumë kanë pas llogari, se realisht radhitje pse fol Allah për dënimin, mas si na fol që dynja është hutama, se tu dhon jo mas hutamës keni me pru punën mu dënu. Ndaj nuk e ka përmend me një rahmetin. Rahmetin e ka përmend mas dënimit. Pse? Sepse parimisht shumica e njerëzve kanë me hup ahiretin shkaku i dynjos. E pastaj Allah masi e ka zonë realitetin e shumicës, thot o maghfiratu min Allahi wa ridwan. Po ka dhe falja dhe kënaqësi pi Allahut. Ka falja dhe kënaqësi pi Allahut, sikur tregon Allah që kjo është e dyta, se kjo nuk është shumica. Shumica s'kan me meritu faljen edhe kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Dhe jeta e kësaj dynjaje është thjesht një kënaqësi jetë shkurtë, shumë mashtruese. Shumë shpejt, shumë mashtron, shumë të habit, edhe shumë shpejt domethënë kalon. Këtë kjo trajtesë të ndërvëllezër është marrë që kjo objektiv kuranor, me kuptu që dynjaja është mashtrim. Me kuptu që dynjaja domethënë kalon domethënë shumë shpejt. Nëse e kuptomi që jeta e kësaj dynjaje është ghurur, është mashtrim. Çka vjen ajeti i radhës? Nëse e këshymi surën Al-Hadid, ajeti i radhës thot Allah subhanahu: "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Gutnu me mbërri falën e Zotit tuaj. Gutuni me fitu falin e Zotit tuaj, wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. Edhe me fitu xhenetin që i gjon sa qejt edhe toka. Pse vjen që kjo ajet? Mos i na ka thënë Allah që dynjaja është ghurur. Na vin dy rregulla. Na vin dy rregulla të jetës. Saktësisht ky pasazh na sjell një rregull absolut, i cili thot: "El-musabaqa", me garu për me fitu xhenet. Me garu për me fitu shumë grada në xhenet. Zbat pa dynjon ghurur. Mëhonën, njerëzit nuk mundën me i garën për xhenet, pa dal pi garës dynjos. S'mundën me shku te dy garët. Mëhonën, e ki garën e dynjos, inshallah e fiton xhenetin, amo garë xhenetit s'ki. Mundesh me pas veç garë sa mos me in xhenem. Mundesh tash me pas në projekt sa mos me in xhenem. Amo garë mu kanë i pari, garë mu kanë me sahabët, garë mu kanë me të partë të mirë. Këtë garë nuk e kanë vetëse ata të cilët domethënë kanë kuptuar realitetin e kësaj dynjaje, ndaj na e kena si rregull gara për ahiret, për me fitu falën e Allahut, xhenetin e Allahut, e kanë këtë garë kanë vetëm ata të cilët e kanë reformuar bot kuptimin e tyre mbi dynjan në dritën e Kuranit. Mon Kurani ka kallzu shkon dynjaja, jo njerëzit, jo çefët, jo ëndjet, edhe jo animet e veta domethënë personale, po edhe njerëzin e rregullin e dytë, që i bie. Mos reformimi i bot kuptimit ton në raport me dynjan ta prish padyshim projektin e ahiretit dhe ka gjas me të çu diçka që është domethënë shumë fatale për me rrezikuar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. A ka argument për këtë? Thot Allah taala: "Innal ladhina la yarjuna liqa'ana." Ata të cilët nuk i kanë mend që kanë me na taku. Ata të cilët nuk janë të bëjë hesab që kanë me dal para neve. Wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha.
Thot edhe janë shumë të kënaqur me këtë jetë. Janë shumë të lidhur me këtë jetë, watma'annu. Thot watma'annu biha. Edhe janë shumë, domethënë, rahat me të. Janë shumë rahat me dynjon. Walladhina hum an ayatina ghafilun. Ata të cilët i shpërfillin thirrjet e tona. Ulaika ma'wahumun nar. Këta kanë me përfunduar në zjarr. Thot pse? Bima kanu yaksibun, për punët që i kanë bërë. Pse Allah nuk po thot për shkak që janë lidhur me dynjon? Pse nuk po thot Allah zëver pse ata i kanë shpërfillur jetët e tona? Realisht, të ndërlëzër, Allah këtu e ka përmend funin. Domethënë, ata të cilët nuk e mendojnë që kanë me dalë para neve. E dyta, ata të cilët janë të kënaqur me dynjon. E treta, ata të cilët janë të pushu, janë shumë rahat me dynjon. Ata të cilët i shpërfillin jetët e tona. Çka priti këtyne? Kanë me bë punë që kanë me hyjnë në xhenem. Në çtu katër rrugë, domethënë, Allahu kur thot bima kanu yaksibun, për çka kanë punu? Se punët e tyne me çtu katër janë punë për xhenem. Punë, domethënë, s'ka nevojë njëri me kallëzu çfarë punë ka. Ndërkëse që ka lidhjen për dynjon, e ka rahatin me dynjon, nuk e menon ahiretin, edhe i shpërfill jetët e Allahut. S'ka çish bëhet ky gati për ahiret. S'ka, domethënë, shkaqet, kallëzoj mas promti, domethënë, ku është domethënë pasoja, në ajet tjetër thot Allah subhanahu, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. Kush i kalon kufit, edhe je përparësia të kësaj bote, mas promti ka me pasën në vend strehim, domethënë xhenemin, sikurse në vend si domethënia që ky pashmangshëm ka me përpunën për me në xhenem, shkaku i lidhjes së tepërt të keqe, domethënë me dynjon. Kështu që ndërlëzër, ne kemi pas si shpesh këtë ngjarje. Sëmos ngjarjen që u përmend surën Yunus, kur tamam kur heshohet toka, bashkë kur ndreqën renat, bashkë kur Allah zëvër të sjell krejt plasin të probleme, nisin do të lashe, bashkë kur gjithçka në jetë të shku mirë, bashkë që i pas ëndrat, që atë nis, domethënë ta të pjeta, nis lind gjithçka që nuk ka të funksionuar mirë, që kjo është mirë mëna kthyte në fjalë Ibn Qayyimit rahimullahu ku thot Allahu azza wa jalla po na i kallzon shembullin e kësaj dynjoje, sikurse shembulli i bujkut që u të bëhe atë heshin edhe atë bukurinë e tokës, edhe thot fe yamilu ilayha wa yahwaha ightiraran minhu biha. Thot thelbi pse po na kallzon Allahu çka, thot se bashku ndreqet dynjoja, një zemra më shumë me shkukaja. Bashku ndreqen renat. E ki pas një periudhë me shumë të vështirësi financiare, tash tu kanë drejtu. E ki pas një periudhë ki insistuar me pas një familje, Allahu ta ka mundsu. Shumë shka ka filluar më bë. Bash atëherë ku sytë tu janë lidh për çat pamje, bash atëherë që me pas skenën më të dhimbshme, më të çuditshme, kur vën breshri, edhe domethënën ta godet, edhe çat zbukurim, edhe çat orenë domethënën krejt të prishën. Ndaj Omer radiallahu anhu ka thonë, dhe po ja afrojmë fundin kërkoj ndjes për zgjatjen. Nëse dynjoja prej të parit deri në të mbromtit, keq ka mundet me pas një njeri në dynjë. Keq ka kanë mund me pas njerëzit, pita Adem e Sem deri në fundit. Nëse krejt që kjo dynjë ju kishte dhënë veç një njerit. Veç një njerit. Allah ta kishte bërë ty nasib, ta kishte bërë fat. Çka ka pas pita Adem e Sem deri në fund dynjës, gjithçka e mirë se dynjë më kanë jotja. Thumma ja'ahu al-maut, lakana bi manzilati man ra'a fi manamihi ma yasurruhu, thumma istayqadha fa idha laysa fi yadihi shay. Thot krejt çka ka pita Ademi deri në njëri fundit, ty me ta dhënë Allah. Edhe pastaj thot nëse kish pas vdekje dhe ka vdekje, thot nuk ka dallim kjo gjendje prej gjendjes së ëndrrës, kur e shen ëndër çka ty të pëlqen, e kur çosh pi xhumit s'ka kur gjë. Kur çosh pi xhumit, nuk ka domethënën kur gjë. Kështu që kjo është një thirrje për mos zgjuar prej kësaj ëndre që quhet dynjë, edhe më kthye në realitet. E ka pyet dikush Aliun radhiyallahu anhu. Ka thonë a bën me kallzu ç'është ti dynjë? Çka do ku dy dynjoja? Ka thonë Ali radhiyallahu anhu, ka thonë ma asifu min darin awwaluha ana wa akhiruha fana. Thot çish më përshkruajtur në një vend. Çish më përshkruajtur në far veni të jetesës ku fillimi është i monemt, edhe funi është shuarje. Fillimi është i monemt, edhe funi është thot shuarje. Thot halalu wa hisab. Keni më marr llogari për halallin e saj. Halal që ki pas keni më marr llogari. Wa haramuha iqab. Edhe keni më dënu për haramin e saj. Men istaghna fiha futin. Kush është i pa nevojë për dynjon, prap i ban fitnë dynjoja. Thot, wa men iftaqara fiha hazin. E kush është nevojtar në dynjë është i mërzitur. Domethënë, ti kur i ban renët, bën fitnë. Kur si ki renët, je i mërzitur. Thot, ç'ka kjo dynjoja? Ç'ka është dynjoja? Fillimi është i munimt, funi është domethënë shuarje, ose dikush e ka vetë një njeri devotshëm i ka thonë për shkruaj me dy fjalë shkon dynjoja. Thot men dhafara biha ta'ib
wa man fatathu nasib, thot ai cili e mbërrin lodhët, edhe ai që e hub munohet. Në të dy anë ti prapje i munim, prapje domethënë tu të munu kjo dynjë. Thot kur ta mbërrinsh, je lodh. Kur ta hubsh, mërzitesh edhe mundohesh. E kanë pyet Nuhin alayhis salam, i kanë thonë ti si baba i njerëzimit, edhe si njëri që ke tu ka të gjatë, çu ki pa këtë dynjë, thot ke bejtin lahu baban. E kum pa thot sikur se një shtëpi që është me dy dyert. Thot dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Thot kum hin ka njëra derë, edhe kum dal ka tjetra. Çka që kum pa jetën e kësaj dynjë. Sa ka jetu Nuhi alayhis salam. 950 vjet vesh në davet u kon. Sa ka mujt më konë në jashtë davetit. Thot i ka ra shkurt, i ka ra shpejt, i ka ra që se kum pa, i ka ra sikur se ëndër, po sikur se një shtëpi që ka një derë edhe ka derë ka tjetra. Çka që shpejt është. Çka që shpejt është domethënë jeta e kësaj bote, ndaj dikush pi selefit është pyet ka thonë a mundesh më na kallzu shkon jeta e dynjos sipas teje, çu ki pa ti dynjon, thot ma madha minha fa hulm. Thot pjesat që të ka përcyer jetës do që si ëndër. Pjesat që ka përcyer, koncentrohen se zeli, kush i ka 20 vjet, 30, 40, thot ajo që ka përcyer të kujtohet pavarësisht sikurse kur koncentrohesh me kujto ëndrat. Thot o ma baqiya fa amani. Ajo që ka më të thjesht shpresë. Ja mundet më bë, mundet më bë, edhe mundet mos më bë. Ndaj iblisi pas ka thonë sikur që është shënuar për librat e hershëm. Ka thonë, nëse e shoh njeriu që distancohet prej shirkut, nuk adhuron asnjë idhull, nuk e adhuron askë tjetër përveç Allahut, thot si ta shoh që e dunjon, thot nuk i u shpresat që ka më bë fitnë. Anim se thot nuk adhuron të tjerë krahas Allahut te bareke ve taala. Përfundon vëllazër, Luqmani ka thonë djalit vet, in ad-dunya bahrun arid. Ka thonë dije se dynja është një det i shumë i thellë. Është një det i shumë i gjon. Qad halaka fiha al-awwalun wal-akhirun. Nta janë shkatruar të partë dhe të mbrëmtë. Krejt shkatruan ta. Fa in istata'ta an taj'ala safinataka taqwa Allah. Muno me bë anijen tonë në çiket deti takvallokin. Nuk zhytet, nuk ngulfatet, nuk fundoset në dynjë njëri është i devotshëm. Thot muno ania jote në këtë dynjë, më kon takvalloki. Devotshmëria ndaj Allahut. Wa uddataka at-tawakkul 'ala Allah. Muno zahiren tonë, përgatitjen tonë për ditë vështira me e bë me tevekkul. Takvalloki, e dyta tevekkuli. Thot wa zadaka al-amal as-salih, edhe përgatitjen për fund me bën nëpërmjet veprave të mira. Fa in najauta fa bi rahmatillah. Si të pështosh pi dynjës, vesh të ka bë rahmet Allah. Si të pështosh pi dynjës, dije se të ka pështu Allah. Wa in halakta fa bi dhunubik. A si të shkatrohesh pi dynjës, kjo të ka vesh pi gjunave. Të ka vesh pi gjunave tua. Allah subhanahu wa taala më i bë perceptimet apo kuptimet e tona në raport me dynjën sipas përshkrimit kuranor. Edhe me në ba Allah azza wa jalla devotshëm që dalë me selamet edhe faqevar për kësaj dynjë. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.